Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis pankejka brownie. Atëherë, për këto pankejka kam 80 gram e kam çokoladë të zezë, 30 gram i kam gjalp, kam 2 kokra vezë, 80 ml e kam ujë, 100 gram i kam miell, 1 lugë çaj të rrafshët e kam bacon dhe 1 lugë çaj të rrafshët e kam sodë, 60 gram i kam sheqer kaf dhe 60 gram i kam lajthi të shtypura. Këto janë përbërësit që neve do përdorim dhe si fillim të kena që neve do përgatisim pankejkat, do shkrim çokoladën dhe gjalpin. Të vendos në mikrovalë, derisa të shkrihet mirë gjalpi bashkë me çokoladën. Pasi kam shkrirë çokoladën, do shtoj sheqerin, duke qenë që është akoma pak e ngrohtë, sepse shkryem gjalpin bashkë me çokoladën, dhe do ta ndihmoj sheqerin që të shkrihet më shpejt. Pasi kam trazuar edhe sheqerin dhe kam ndihmuar të shkrihet, do shtoj ujin. Në vend të ujit mund të ta zëvendësoni me qumësht, nëse keni dëshirë, por për ta bën pak më të lehtë unë kam shtuar ujë. Pasi kam përzier shumë mirë edhe ujin, do shtoj vezën, do t'i rrah pak, që ta kemi më të lehtë i përzihemi. Kam shtuar edhe vezët, do t'i bëjmë përsëri një të përzirë të mirë. Atëherë do shtoj mielin, duke e situr, kam sodën dhe baconin. Do shtojmë pak nga pak dhe do përzijmë. Mielin e kam përfunduar, brumin e kam gati, në fund fare do shtojmë lajthit. Mund të zëvendësoni me ara ose me bajame, sipas dëshirës tuaj. Brumin e kemi gati. Kam vendosur tiganin në zjarr dhe me furçën e kuzhinës do lyejm pak tiganin me vaj dhe do shtojmë brumin. Pankejka mund t'i bëni të mëdha sa të dëshironi juve. Vendos 2 pankejka në tigan. Do t'i vendos dhe tiganin dhe do t'a lë nga secila anë nga 1 minutë. Megjithatë do ta shikoni vetë, me spatull kthejeni dhe shikojeni. Me spatull ndihmohem, i lëviz pak nga poshtë. Dhe kthej. Shtove prandaj me tjetrin. Ta me kontrolloj me spatull dhe në qoftë se shikojmë që është gati, e heqim. Do veprojmë po njësoj, e lyjmë pak me gjalp pan dhe do shtojmë brum. Në qoftë se keni përmbar më mirë me 1 copë, mund të bëni vetëm 1 copë, jo 2 njëherësh. Ose mund të bëni 3 të vogla, sipas dëshirës ta.
Varet sa të mëdha apo të vogla doni juve t'i bëni. Pankejkat e mi janë gati, kam përfunduar. Ky është i fundit, i kemi gati t'i shërbejmë. Pankejkat e mi brownie kam përfunduar, siç e pat, nuk është se kishin shumë punë dhe dalin me të vërtet super të shijshme. Mund t'i shoqëroni me akullore, me fruta, me reçel, me çfarë të dëshironi juve. Provojni se kanë për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëftë mirë, miq të dashur.